Po më thuj pak Tetova, sa ka ndikuar ndoshta në atë përcaktimin e stilit tënd, duke qenë se ndoshta është një vend me një stil pak më ndryshe se sa të rritesh ndoshta në Kosovë. Ka ndikuar te këtë personalisht? Unë jam prej Gjilanit, po 9 vite kam banuar në Prishtinë për shkak studimeve, puna. Edhe në fillim rilindjen, ka thonë jam i Tetovës, po nuk kam pas asnjëherë njerëz afër që të më tregojnë se ç'është veni ose njerëz mentaliteti. Edhe këm sa që jetoj në fshat, edhe ma boni fshatin o zot. Do të thonë ora 7 mbrëmje do të më rromë plejt. Ka kur gjë. Kontra. Edhe krit me trishtim ashtu, po dyqysh dashnia më e fortë, thash okej, ama për brenda vlojsha. Qysh unë jam rrit në Prishtinë, faktikisht 9 vjet këtu, edhe jam mësuar me dal, okej, po du buk dal poshtë banesës krejt e ki. Edhe pse për parking është. Ama thash atje në katon, ora 7, garant këta flejnë ora 7, krejt, o zot, hina, krejt ana, është krejt kundër. Ama edhe ky mani më i pak, se edhe ky nuk më ka tregu fix që është katuni ti. Edhe kur shkum herën e parë, tha, këto është marketi, këto është fura, këto është banatorja, krejt është në katon. Edhe një ulirova ashtu. Ama tash thojnë ka ndru pak, se tash e nuse, pak veshja do të, unë pak s'po moj fix me pranuat pjesë, po. Se në Kosovë është një diçka edhe shpesh e një nga shokët e mi. Nuk e njofin Tetovën, po veç e ka një pretendim. Edhe Risa e ka pat një pretendim. Tetova është shumë më ndryshe se sa që folin edhe thuan se ka. Nëse folin për modernizim, për qoftë prej në biznise shumë se në tjera, është e ngritur. Tash unë në konfaj se kanë dalë të pa diturit jashtë edhe nuk e hapën vlerësimin edhe thuhet se okej, Tetova bazohet veç për një njeri që bën disa gjeste, por Risa kur e pa se unë jam, katunim është komunë. Një ndër komunat Bogovin. Komuna kryesore e Tetovës është. Edhe kur e pati spitalet, po poshta, nëse për punë banki ke krejt thash, a jere hatash, po. Mirës. Më thuj pak, si ishtë në ato dite para, të qenë rritnuse të Tetove, kishe për të zgjuar shumë herët, ose cilat ishë ndoshta disa nga traditat që nuk kthehen dot? Jo, unë ala nuse tamam, si më bo, po në fillim më trishtun me ato që do të nusja e re, me u që herët në 6 mëngjes, me shku me i pastru borët e adetër. Ne e lushin pak, se unë e kapa e në thash adetër, është nusja kur martohet, thash mëngjes kur qohët, fshisën e merë, jarë rënitin me pare, a më këtë në korit shumë më pare që kemë bota si vënë. Tash e rënitin me pare, tash e shkona për shpijit e familjarëve të mi, edhe nusja pastrona, a më krejt pare t'i kati, pastrona borin e... U zgjue e Risa? E provoj Risa? Jo, veç nësoj e vërtet. Jo, si bëjnë të ne, veç ka ngellur tradita. Ka në fakt dikush që i bon, por ne nuk i praktikojmë. Ju keni bërë dasëm? Jo, vitin arshëm e kem dasmën. Pra, keni plan për ta bërë vitin arshëm. Se të tjetë dasma juaj, e keni mendu, e keni planifiku, e keni diskutu këtë, apo veç muzika, ta është diskutimin kryesor? Me tregu drejt, ashtu dasma, ishim dilema të bëjmë vitin 2026, a vitin 2027. Edhe kjo për do arsyet veta, në të isha 2027, shumë largë, se puna e distancës, të isha veç probleme ka me sjellë. Edhe vendosit është dyqysh si diskutim, si kalojnë debat, kaloj ashtu një orë veç që ka thjerë krejt, kamerat, restorani, ushqimi, krejt u zgjedhën për një orë. Nesër më veç kom shku, kështu, veç hajt me pa pak restorantin, dhe me veç peshenusja restoranin, a veç u rezervun krejt për një orë.